Rikthehemi përsëri të dashur miq në She's on Top Club në 100 FM në Top Albania Radio dhe gjithashtu në kanalin 10 në digital. Në këtë pjesë tjetër ne do të futemi pak në thellësi të një krisjeje shoqërie që ne kemi pasur midis Sujit dhe Deris. Gjatë sfidës në fakt është pranuar se ja ke bërë kastile Sujit. Gjë e thënë kjo nga ty dhe Suji ka qenë fakt dhe e bindur që Deris e ka nxjerrë qëllimisht keq në foto. Unë Çfarë ka ndodhur midis jush? Faktikisht mendova që thash, okay, ndoshta ma ka bërë kastile, po kur pash klipin e kuptova që e kishte seriozisht. Siç e thash edhe puntatën e kaluar, në fakt më erdhi shumë keq ai gjesti që bëri tek Loja me tërheqje. Sepse mu kthye shumë keq dhe donte që të ishte vetëm vetë e para dhe nuk I interesoi fare për mua, kështu që aty e tregoi vetë ajo shoqërinë dhe më bëri në fakt shumë përshtypje në momentin që më zgjodhi mua për foton, po thjesht besoj ka përshtypjen që unë jam nxjerr fotot shumë bukur, po nuk ma bëri si shoqe. Suja mendon se deri diku ishte një tradhti e bërë kjo në shoqërinë tuaj? A ka pasur diçka që ty të gazhgënyer në këtë sfidë dhe rezultatin që ajo pati? Shiko, e di se është puna, këtu kam thënë që nuk ka shoqëri në thojza, unë me Derisin kemi pas një raport shumë të mirë dhe mendoj që do vazhdoj ta kem, normalisht nga ana ime nuk ka problem. Ndoshta mbasi të mbaroj, sepse unë kam thënë shoqëria do nihet edhe mbas She's on Topit. Mua më vjen keq që mund ta kem ulur Derisin tek sfidat e Gardenlandit që ne kishim në Shkodër, se realisht unë që se e kuptoj gabimin tim, thjesht më vjen keq që tek kjo sfidë foto ma bëri kastile keq, unë zgjodha. Po s'është ke dalë aq keq. S'kam dalë aq keq. E ke bërë me vërtet me qëllim Deris, pra ka qenë me vërtet ky intencioni jot? Me nervas edhe atë ditë, në momentin që po xhironim, ajo nuk I interesoi në asnjë moment si isha unë ose ku isha unë, ndërkohë që në momentet jo, po them dhe këtu. Në ato momente specifika, mendon që ja vlejtim shumë sfida se sa shoqëria? Jo, pra duke qenë që ju keni qenë dyja bashkë në sfidë. Thjesht doja ta bëja të mendonte pak më gjatë në momentin që bën disa gjeste ndaj meje, sepse ajo e di shumë mirë që aty më zgjodhi vetëm për interesin e saj, nuk mendoi në asnjë moment për mua. Pra duke qenë që ne ju kemi parë më herët patjetër të pandara, patjetër shoqërinë tuaj kemi vlerësuar. A është diçka që faleminderit. A është diçka që ju do doni t'i shtonit, pra është shoqëria juaj ajo e cila ka qenë, apo patjetër është ndikuar nga sfida që ju patët? E di çka ka një jetë, mund të jesh shoqëri me 10 vite me një person, mund të jesh 3 muaj me një person, krisje do ketë. Unë me Derisin do e shoh në vazhdim, e kam kërkuar dhe ndjes për te Gardenlandi, e kam kuptuar me këtë sfidë që çka gabimi kisha bërë, por që foton janë nxorra shumë bukur, që mendoj ma morri hakun me pjesën e fotos time. Jam shumë e lumtur që ma morri hakun tash që mendoj. Në momentin që është e pranueshme prej teje, mendoj që atëherë s'ka pse. Këtu në funditës jemi një garë pse keni kaq të vështirë të komunikoni me njëra tjetrën kur nuk ju pëlqen diçka tek njëra tjetra, kur ka ndonjë pak kënaqësi. Plan kjo pjesa se tani po të pyes edhe një herë, domethënë kur ju I keni këto pak kënaqësitë me njëra tjetrën, pse nuk gjeni mirësinë te vetja juaj që ti komunikoni me njëra tjetrën? Kam tentuar të komunikoj, ja kam shprehur pjesën e lojës. Pse duhet ta çosh tjetrën deri në dështim, t'ja dështosh një foto për t'i dhënë një mësim. Ajo mund të kishte dalë fotoja më e mirë. Doli ndër të mira, prapë. Po mund të kishte dalë më e mira, jo ndër më të mirat. U kishte njerëz mbrapa, atë nuk e ndryshoi. Në fund të ditës Derisi bravo, sepse këtu jemi një garë dhe bravo I qoftë funditës, ndoshta unë jam munduar të jem shoqja e mirë në thojza, por mos e bëj rolin e viktimës. Jo, nuk është rol viktimës, mos ja pyetje, ne jemi në një garë, bravo I qoftë në funditës, tash të vjeni natë. Unë duhet me po s'mund të bësh tani sikur nuk të vjeni natë. Në thojza mund të jem shoqe jashtë, këtu ndoshta nuk duhet me kenë atë shumë shoqe. Tani nuk kështu që bravo I qoftë secili merr mendimet edhe në fund të ditës bravo I qoftë sepse është gara, ja ta pa merr vëmendjen e vet, bravo I qoftë, foto e doli shumë. Ska lidhje, unë në momentin e parë që kisha një keqkuptim me ty, e thash jashtë kamerave, nuk pash asnjë reagim ndaj teje dhe doja ta përmendja pjesën e litarit, sepse nuk më erdhi mirë që the jam më fort apo rri e para dhe në fund e le e para loje. Nuk e kisha fare te asgjë tjetër
përveç asaj ditën e Pra, parë. shihni, Normalisht nga ajo i natësh mund ta quajmë deri diku. Vazhdon, Nga sfida në sfidë. Po mban të njëjtin sjelljen ndaj meje. Ka për të vazhduar kjo Ndaj tani. mos Ajo do të t'i marri hakun kësaj, kjo do t'i marri prap hakun Dhe do bëhet thuj, Patjetër do të ketë vazhdoj kjo gara. Të di se ku domethënë. qëndrojnë. Por që patjetër mjaftueshëm kohë për të na treguar. Ne do të shkëputemi përsëri të dashur miq në një shkëputje tjetër publicitare. Të rikthehemi përsëri në 100 FM dhe në kanalin 10.